Është legjitime ta shohim sulmin e Donald Trump ndaj Leo XIV dhe vizitën e djeshme në Vatikan nga sekretari i shtetit i SBA-s Marco Rubio përmes lenteve politike, legjitime, por instrumentale dhe mashtruese. Administrata e Washingtonit ka çdo interes në portretizimin e tensioneve me Vatikanin si një përplasje të këtij lloji. Realiteti megjithatë është ai i sulmeve të përsëritura, pothuajse gjakftota kundër papës së parë amerikan, i cili thjesht është përgjigjur me fjalë të forta, por të matura. Disa janë përpjekur të gjejnë logjik dhe strategji në sjelljen e tij armiqësore dhe të paparashikueshme dhe kreu të Kishës Katolike, një përpjekje e kuptueshme, megjithëse ndoshta pa dashje bujare. Përshtypja është se ofensiva e Trump është një përzierje improvizimi dhe acarimi. Improvizimi sepse përpjekja për gjetur një kokë turku tek papa për vështirësitë me të cilat përballet politika amerikane, duket si një mjet i menduar keq, aq më tepër kur evokon një pranim qesharak papnor ndaj armëve bërthamore që po inkubohen në Iran. Megjithatë, acarimi duket se buron nga dy faktorë. I pari, në afat të shkurtër, janë zgjedhjet e mesit të mandatit pas 6 muajsh, në cilat partia e Trump i friksohet një pengesë të madhe. Qëllimi i tij është që polemika me Leonen të sjellë votat katolike që po largohen përsëri në grupin presidencial, pasi ato kontribuan në mënyrë vendimtare në ngritjen e tij në shtëpinë e bardhë në vitin 2024. Por rreziku është se do të ketë efektin e kundërt. Elementi i dytë, më themelor, ka të bëjë me Papën dhe Vatikanin si aktor ndërkombëtar dhe kampion të multilateralizmit, si për ndikimin që po kanë në Shtetet e Bashkuara me pedagogjinë e tyre të paqes dhe përfshirjes. Për një president që është njëkohësisht bir dhe mishërimi një Amerike të radikalizuar dhe të friksuar, përballjet janë mjedisi ideal për të vepruar. Në fund të fundit, Trump fitoi mbi slogane përçarëse. Ideja e të pasurit një figurë brenda radhëve të tij, që flet dhe vepron sipas vlerave diametralisht të kundërta, por me të njëjtën perspektivë globale, duhet i duket e patolerueshme. Ekzistenca e një episkopate të ndarë për vite me radhë midis trumpianëve dhe anti-trumpianëve i shërbeu leximit të shoqërisë amerikane nga mbështetësit e tij dhe prania në Vatikan, Rom, e një papi argentina si Francesku, i cili madje mund të karikaturohej si anti-amerikan, i solli dobi trumpizmit, pavarësisht paragjykimeve simetrike të Amerikës së Veriut kundër papës latin. Modeli megjithatë nuk funksionon më, nuk mund të funksionojë. Që nga zgjedhja e Robert Prevost, ndjekësit më tashpër televizjes Maga si Steve Bannon janë përpjekur më kohë të akreditojnë Leonen si një klon të Bergolios, por përpjekja nuk mori kurrë fund, sepse klishet e së kaluarës nuk shpjegojnë më asgjë pas konklavës një vit më parë. Në kryeqytetin e papatit ulet një biri i Chicagos, i cili gjithashtu e njeh mirë popullin e tij të origjinës, i cili quhet Latin Yankee, sepse pavarësisht oksimoronit të dukshëm, ai mishëron identitetet e Amerikave të ndryshme, dhe i cili për këtë arsye sfidon kategoritë e përdorura më parë për të etiketuar konservatorët dhe progresivët në Kishën Katolike. Për Trumpin profili i tij është shqetësues dhe për këtë arsye irritues, pikërisht për këtë arsye. E kjo shpjegon të paktën pjesërisht përpjekjen për ta shtyrë atë në pozicione partijake me fjalë të ngafta që ka të ngjarë të synojnë të dëmtojnë para së gjithash banorin e shtëpisë së bardhë, shkruan Massimo Franco për Corriere della Sera. Por Papa Prevost nuk është armik i Trumpit, as nuk mund të përkufizohet si anti-Trump. Më thjesht, ai është i ndryshëm nga Trumpi. Gradualizimi i tij është produkti një ortodoksie të fortë doktriniane dhe një vizioni afatgjatë të realitetit. Leo XIV ju dha mandati për të bashkuar dhe i qetësuar kishën e tij para së gjithash, dhe ai lëviz me qetësinë e dikujt që beson se ka disa vite përpara tij për të provuar të rikthejë katolicizmin në unitet dhe botën në një vizion më pak të dëshpëruar dhe të dhunshëm të marrëdhënieve ndërkombëtare. Shtëpia e bardhë nga ana tjetër duket pothuajse e fiksuar me nevojën për të certifikuar fitore ushtarake, gjithnjë e më të pakapshme në të ardhmen e afërt. Të mendosh se kjo do të thotë dëmtimi i përhershëm i marrëdhënies historike midis Vatikanit dhe Shteteve të Bashkuara, të ishte të kënaqesh me një interpretim prezentist të asaj që po ndodh. Në realitet, lidhja e tyre është më e fortë dhe më e rrënjosur thellë se sa sugjerojnë trazirat e muajve të fundit. Kjo është kështu për arsye historike, strategjike, financiare dhe të bazuara në vlera. Megjithëse aspekti i fundit mund të duket i çuditshëm sot, por mbi të gjitha është një lidhje që shkon përtek kësaj administrate. Vizita e djeshme me Marco Rubion duhet ishte si një fragment i një mozaiku në rindërtim dhe një që do të rimontohet, ndoshta me vështirësi, në një sfond kushtesh të përditësuara, por po aq të qëndrueshme, pavarësisht goditjeve të rastësishme të lëshuara nga shtëpia e bardhë.